Bashkia e Devollit ka përcaktuar 2 ambiente në qytetin e Bilishtit që shërbejnë si qendra ditore për të moshuarit. Kapaciteti të cilave shkon në 250 persona. Në njërin prej ambienteve që ndodhet në qendër të qytetit, është duke u punuar edhe për krijimin e një hapësire çlodhëse në natyrë, duke vendosur tavolina dhe stola. Duke qenë se pjesa jashtë këtu është shumë e mirë dhe hapësira është me gjelbërim edhe i ka kushtet për të krijuar një ambient shumë të mirë për të ndenjur të moshuarit për tapira të kafena apo çajin jashtë. Sot kemi punëtorët që po punojnë sepse do vendosen disa stola edhe disa tavolina në mënyrë që ata të kenë një ambient të përshtatshëm, jo vetëm në pjesën e brendshme, por edhe në pjesën e jashtme. Të moshuarit shprehen të kënaqur për këtë hapësirë dedikuar atyre, pasi është një mundësi e mirë për të kaluar disa orë në shoqërinë e njëri tjetrit. Domino, kalojmë kohën e lirë. Ne pensionistë, ja domino lozëm, sa do bëjmë? Pim na i kafe këtu, çaj mallet me njëri tjetrin. Lozëm një dorë domino këtu dhe kalojmë ditën mirë. Bëjmë muhabet edhe çfarë do bëjmë tjetër. Mosha jonë këto ka. Po si janë të mira, kompaktisojnë njerëzit, vëllazërojnë. Pa shko mirë kur janë kupa, po kur janë në ndarë. Kur janë afër do të eliminojnë në fjalë tek qia veprimet e qia. Si kaloni ditën? Po mirë kalojnë, mirë. Edhe një tjetër qendër ditore është e vendosur në ambientet e qendrës multifunksionale, duke i dhënë kështu mundësi të moshuarve të qytetit të Bilishtit të kalojnë kohën e lirë aty ku dëshirojnë.